Një dha Rogerti t'i bani 3, miri djetë që e vendos ata. Që ta shaj lufton Artanin pse edhe Rogertit, miri. E tani po është ndrit. Veç llogarite për me bë përshtypje. Kush mendojnë to se mund ta haj. Po tash llogarite për me bë tentojnë për me bë përshtypje. Që ajo që e diskutuam dje. Tash kur kam fillu me tentu me bë përshtypje të Silin që unë e luftoj çdo fenomene tek që i lufton kjo. Çfarë kush janë këta? Hipokrizi në çel. Sua perdja akoma? Ha? Perdja, se shapa akoma? Jo. Kjo është e Gletës, kjo është e Gimbës. O zoti ma. Që më dështë, Që do tash kam në atë? Jo, po... Ullu zemra, ullu. Po që s'ke kërkudi, ku më do të ne? Po, ullu ake, ku të dushti? Marë, o, tanë duhet me këthy liderit kokën, ata një shminë. Ata respektojmë zarfin, flutem. O tanë, a respektojmë zarfin, o tanë. O, motra, a ke mundësi të lutem. Zarf, banor. Në llojin mall në bashkëpunim me Lufra, kompania lider në përpunimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij, sjellin një sfidë për ju. Të ndarë në 2 skuadra, sipas dëshirës suaj, ju duhet të përgatisni disa nga nën produktet më të njohura të qumshtit si djathë të freskët, gjiz, kos, vallë dhe gjallë. Për t'ju ardhur në ndihmë, do të jetë teknologjia e Lufrës, e cila tani për t'ju ardhur në ndihmë do të jetë teknologjia e Lufrës, e cila do t'ju udhëzoj për përgatitjen e duhur të këtyre nën produkteve. Në përfundim, produktet do të prezantohen për vlerësim dhe do të shpallet skuadra fituese. Materialet që nevojiten ndodhen në living, sfida nis më njëherë pas ndarjes së skuadrave. Tani 2 sekonda. Do jetë një zonjë shumë nderuar që do na udhëzojnë nëse kemi nevojë për ndihmë për ndonjë gjë. Pra nuk kemi vetëm me teknologjinë fantastike të Lufrës, edhe një person aktual që do na udhëzoj për punën e tyre, unë se kam idenë. Okej? Tani skuadrat sipas dëshirës suaj, kush don me dvin me mu, unë kam dëshirë të jem me Brikenen, me Selin, me Mateon, me Stenardon, me